pushtet e proceduralno za Ilir Daud. Nderit Afrim. Shpresoj mos vazhdojsh lexosh në gjuhën arabe dhe më tutje. Unë isha e paraqitur për procedurale. Atëherë kështu. As mos ju shkoj mendja se mund të ma caktoni sa herë unë do të dalë të kërkoj procedurale për sa kohë që nuk e marr atë që kërkoj dhe që ma mundson rregulloria. Isha e qartë herën tjetër dhe u adhash mundësinë që kryeministri të del të përgjigjet edhe gojarisht. Duhet ta theksoj përsëri respekt maksimal për çdo pyetje që sot mund të parashtrohet këtu. Respekt maksimal. Në emër të atij respekti reagoj në këtë formë dhe për pyetjen të cilën e kam parashtruar herën e kaluar dhe që nuk kam marrur përgjigje dhe duket tashmë është e qartë që kryeministri e injoron pyetjen dhe nuk don të përgjigjet, meqense edhe kur ju dha mundësia të del në foltore dhe nuk ju përgjigj fillimisht pyetjes time, pastaj vazhdonte më tutje. Qytetarët për deputet me integritet na kanë votuar, Rafrim Gashi dhe gjithë të tjerve, dhe jo për shërbetor. Dhe unë nuk lëvis nga kjo foltore sot për sa kohë që nuk e marr përgjigjen për pyetjen të cilën e kam parashtruar herën tjetër, gjë të cilën ma mundson rregulloria dhe që kryeministri duhet të jep përgjigjen. Është dashur të kishte dhënë përgjigjen, po për shkak tolerancës time i dha mundësinë që edhe sot përgjigjet. Nuk e bëri as kur e pati rastin të del në foltore. Prandaj, nëse kryeministri është mësuar të zgjedh edhe antarët e kabinetit qeveritar, të zgjedh edhe humbësit të merr në qeveri, mendon mbase se mund të zgjedh edhe pyetjen cilës di përgjigjet dhe cilës jo. Jo, kryeministër, kështu nuk shkon dhe sot nuk do të ecë. Ose do dalish do përgjigjesh këtu fillimisht për pyetjen time, ose kjo seancë sot nuk do vazhdojë më tutje. Faleminderit. Riat Shaqiri. Urdhroni. Ju lutem drejtohuni prej në vend, keni mundësinë edhe prej në vend derisa deputetja të qetësohet. Riat Shaqiri, nëse nuk paraqitesh, t'jap procedurale. Po, e keni mundësinë me folë prej në vend. Nëse nuk doni me folë prej në vend, atëherë shifeni, ju po e pamundësoni instrumentin e juj, instrumenti i pyetjeve të deputetëve, është menduar si instrumenti i opozitës që ta mbaj përgjegjëse qeverinë. Ju nuk po doni me pengut një drejt juajën. Nëse ashtu mendoni, unë jap pauzë gjysore, pastaj vazhdojmë.